ose e Lizës Serbe nëse e interpreton që të rregullore, që ka thonë në dispozitiv, do të thotë sepse këtu apo thot. Ajo ka thonë bos kushtetutës edhe rregullores. Kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit. Rregulloria ka thonë rregull është, s'po konteston kur gjë prej. Jo, rregulloria është në rregull si përmbajtje. Deputetët të zgjedhur të kuvendit. Po, unë po them rregull. Ai po thotë që rregulloria është mirë, nuk ka disharmoni me kushtetutën. Respekton e rregulloren. Tash neni 12, tash neni a bën. Ne nuk e dim në fakt se ka drejtu lista serbe kërkesën. Çfarë ka përbajtur saktësisht? Jo, ka qenë publike. Ku e ka kontestu? Jo, lista serbe, janë dëgjëm. Ndarjen çka? Propozimin e Nenad Rashiqit, ndarjen e Pako. Disa. 3-4 pika i ka kontestu dhe i ka fitu të gjitha. Jo, s'është e vërtet. O e keni myt ju listën serbe e keni çu kretë, e keni hub. A e di që ekziston një nën kushtetutë se si ndërpritet veprimtaria politike një partie, të cilën nuk e bën lëvizja vetëvendosje. E shet këtë prolla me shkollë terroriste. A e dini në 44 të kushtetutës çfarë? Çish ndërpritet një partie politike veprimtaria, edhe kur i ndërpritet. Gjykata kushtetuese na gjykim në sen e ka thonë. Janë të rregulluar. Çka ka thonë gjykata? Kuvendi nuk u konstituu pa u zgjedh në kryetari. E Dimal Bosha ka thonë konstituu vetëvendosja ka thonë. Po veç thuj që ka rrejt vetëvendosja që konstitua, po thu pak, thuje. Thuje që to, api thu qytetarëve. Që vetëvendosja dhe Dimal Bosha kanë rrejt që e kena konstitu kuvendin, api thu. Po thuju njerë, që të këshirë janë. Se mu më shojnë, e ty rejnë shumë jo. A i ka konstatu që e ka themelu kuvendin. Se ty nuk të shojnë, mu po. Opozita dhe juristat kanë thonë që i ke bo 2 shkelje. Po thuje që do më rëmbuar, banu real. Pakon zedhën në kryetarit, edhe e dyta, qysh ke dosh me zgjedhë kanë tjetër pas listës serbe. Qysh ke dosh me zgjedhë kanë tjetër. Nuk është ideja apo mbrojt apo sulmot, por ideja është apo dalim nga kjo blokada. Nuk dalim. Se ju nuk dalim. Se lista ka qenë ndarja. Gjykata i ka përgatitur, ka thonë ju. Apë me fjallën e se s'poliojnë. Dhe që ka interpretime. Gjykata ka thonë s'është Ka thonë që nuk dalim nga kjo blokada shumë problematike. Kemi me vazhdu me gjithë dimrin me analizu. Praktikës parlamentare. Ani ka ropi shmëj, pas ka ropi shmëj. Po tash ti do të me prej këtë që kena thona. Tash nëse do me konë korrekt dhe mos me anu politikisht ose fitoria me madhe jutë ja me konë që për 7 muj një jurist ose shoqënia civile pas kanë gabuar 1 milimetër, apo veç 1 milimetër, në kjo fitoria jote. Kjo kontesti kryesor. Kontesti kryesor që problem është. Ka kupton. Është fitoria jote, që kjo është kontesti. Më e madhe si gazetar nuk është pse nuk është konstituar kuvendi, pse na arrin 1.5 miliard euro projekte nga Bashkimi Evropian, ka Jo. E tjetra. Dizën që ka muqit si që kena me forë. Sot, po vlosim për gjykimin e gjykatës kushtetuse. Me ty na kon Teraldini, kur ka bo pyetje, çka pritni. Edhe ku më thonëm kështu, te e denë se i konë në emision, më thonë tash, nëse morën për bos standardin, praktikën që ka ndërtu gjykata supreme, pritjet janë qitë këto. Por na jemi mësu që gjykata kushtetuse jo rallë herë, ka ditë me nërru edhe standardin edhe praktikën. Kështu që nuk mund është me morë si të mirëqenë që komentohet bashkë që kjo. Po tash, nëse lezën prapë të thamë, gjykimin e qershorit, të gushtit, të vitit 2025 të gjykatës kushtetuse, e ne ta thët taksativisht, se konstituimi i kuvendit Kosovës, zgjedhja kryetarit dhe nënkryetarive të më bënë pajtim me kushtetut, me rregullore, praktikën e gjykatës kushtetuse dhe praktikën parlamentare. Praktika parlamentare Besnik Krasniqi në 2019-2021, që është të dhejtë nga vetë vendosja, është që e kanë zgjedhur Pako 2 nënkryetarë të komuniteteve serb Simiqin edhe komuniteteve Shumic, në 2019-2021. Atëherë si ngo patriota. Atëherë si ngo patriota. Gjykata po thotë s'ka rëndësi praktika. Gjykata kushtetuse kanë rru praktikën. Unë e respektoj gjykatën, e respektoj vendimin edhe nuk dal me thotë që gjykata para një muj ka thonë O Besnik, me gjithësi kushtetuse ka rëndësi praktika krahasimuar shteteve tjera. Ka rëndësi, por është diskutuar dhe është normë kushtetuse apo nuk është normë Gjithësia kushtetuse, ka rëndësi praktika krahasimuar dhe me shtetet tjera, jo me që unë. Që në rastin konkret s'ka rëndësi. Jo, ka rëndësi me gjykata mundet me ndrru standardin, mundet me ndrru. Jo, s'ka gjë se dikush e ka pas gabim. Për me përmbledh. Po e ki në një pik e ka godit vetëvendosjen,
kuptimin që u konstitu kuvendi. Kush ka fitu që të rast? Kush ka fitu që të kontestu argumentet të tjerve. Njo se dhënë pakun në shqyrtore. Alo, nuk kemi në fund, kush ka fitu. Kjo është pak. Ta zbërthejmë njerë që është jënë të i fund. Që kjo është problemi, dhe të kur na analista, jurista, gazetar, ja fillojmë edhe e shumë një gjykim se ka ka godit. E ka të kodit vëvëna, PDK-na, LDK-na. Ju deri që dash, po sfidoni që do. Thuje qka ka bo, thuje qyshe ka godit, thuje qyshe ka demantu, thuje... Ty po do këtë. Pa e po ta sfidën për gjëvdej dhe shtash. O besnik unë se di me gjëvdej. Thuje, pëse s'me thu, pëse s'me thu. Nishma e thashe më erët, ideja është apo dalim nga kriza së Pra, është anullu proces verbal. Na imi t'ja fjallën, na im Drenica nuk po të me folë sonde. Na imi e kuptan, veç do të me kuptu, kërkesa, presioni publik do të me konë me konstituu kuvendin, me fillu afatet, me formu qeveri. Njëri shdosh, kjo ish... A i ka kuptan, që kjo të me konë kërkesa. Pa ju të interpretime kushtetus, normalisht janë juristët të matë thirër me bo që është. Po veç kur të kishë juriste nga kum, pak problem të re. Se 7 muj po interpretohen akgjykimet e gjykatë kushtetuse, po Kosova nuk ka institucione. Kjo është problemi. Jo, gazetarë veç po t'i kalë zanë. Po jo, me gazetarë, kërë është t'i ka kalë drejt, po e thotë vërtetën. Ta dëgjojmë pak na imi. Që 7 muj ka që sa interpretimës të akgjykimeve gjykatës kushtetuse, ta shte 2 anë çdo herë pretendojnë në formën se si e kanë letëzu. Themi çdo konstatim gjykatës kushtetuse, por e vërtetë është që Kosova nuk ka institucione të saj. Absolutisht në mes e krejtë se akgjykimi si problematik, e përmendi pak a shumë Gjevdeti, po du me përmend është që kjo praktika rrezikshme që mundet më kriju në të ardhmen për një lloj fuqizimit të listës serbe ose një formacioni tjetër politik të ardhmen që mundet me pas pakicat serbe. A mund vlej precedenti edhe për pakicat tjera, që dhe të tjerët pra... Po pikresht, nashti mund vlej edhe për shkak të një partije politike shqiptare, nuk dënë me propozu në kretarin, nëse ka qëllime blokuze ta zëmë, sepse ke nuk vlejnë veç për komunitetin sërbë, kjo mund vlej edhe për partitë shqiptare. Pra po hymë në një... Veç për partitë shqiptare më falë për digresionin, kur u tentuat blokohej me një emër të vetëm në 50 e so seanca, akgjykimi doli që ka të drejt 3 herë. Duket që do tjetë shumë problematik bashkë për se cilën situatë me ja përgjigje gjykata kushtetuse. Për partitë shqiptare shumë e qartë prandaj edhe thirrja e gjykatës është domethënë që palët pra me i thirr përgjegjësisë vetë për çka janë, që është e mira e shtetit. Edhe me respektu përveç kushtetutës edhe regulorës të kuvendit, cila është përgjithësia tyre në këtë rast. Pra ndaj bëdhem, duke pas parasysh edhe praktikat e mëhershme të listës sërbe, që kanë ditë me bloku dhe formimin e një qeverie. Pra që kjo rreziko është që kjo landë që ka përfundu gjykatë kushtetuse nuk ka fitu besoj kërkësh. Pikërisht për shkak se saj fuqizimi që mundet me jep nesër komunitetit sërb për me bloku institucionet e vendit. A duhet t'i drejtojmë kështu komunitetit sërb në përgjithësi, apo vetëm si subjekt politik të kufizohemi të lista sërbe? Komunitetit sërb i referohet... Sepse është pakës më specifik se sa krejt komuniteti sërb. Gjykata kushtetuese nuk referohet partive politike, mesin e tyre nuk është se ka pasur demokracit plot në procesin partive që kanë shumicën në referohet partive politike. Nuk përmend me emra, po komuniteti shumicë. E qartë, por kur po themi krejt komuniteti sërb, kemi parasysh në të kaluarën, me gjithat, partitë sërbe kanë qenë më bashkëpunuese se sa lista sërbe, si që është në këtë moment. Jo, mimos, në të kaluarën partitë politike shqiptare dhe tëtë nuk kanë rënë kurthin e forcimit listës sërbe ose një partije të saktuar me një pozit të tërsisht parënsishme. Ta është mirë për qytetarin, për publikun me qaru hajde një pozitë në kryetarit listës sërbe dhe ministrët listës sërbe. E qartë për konzrot që lista sërbe është produkt i drejt për drejt i Vučićit. Po, edhe ma herët ka qenë, për 2013 djetë. Edhe qeverit e kaluara kër jenë kriju, nëse se le qeverit lista sërbe ka orë prej Beogradit me votu në kuvend. Nëse në presëm që lista sërbe
kom e njoftë pavarësinë e Kosovës. Nëse lista serbe e një rendit kushtetues të Kosovës, nuk shumë full fare për këto probleme. Na po e kuptojnë, na e kemi... Jo, me hasë të kundërshtoj. Lista serbe e një rendin kushtetues të Kosovës, që ka që kërkesën? Që ka shërtu kërkesa? A jenë betu si deputet? A e morën rrugën për njëve? Jo përveç mësë basë si këta... Ja, s'po bona gjithë, Kur thu se një rendin kushtetues ka të qysh. Mirë, e njerë, por e minon, kur i vje rasti, kur i vje mundësia. Lista serbe është certifiku. Jo, falë, gjevdet, lista serbe ne Cinenat Rashici i shfrytëzojnë krejt privilegjet që jep Republika Kosovës, që jep Kushtetuta Kosovës, që jep Kuvendi Kosovës. Po dhe Rashici, edhe lista serbe në veçanti, dhe thët punojnë ditë e natë me minu, me cenu pavarësin, rendi Kushtetues, juridik Kosovës. A duhet parë krejt njësoj, si Rashicin, si tërësisht lista serbe janë njësoj që? Nëse flosëm e folklor politik, patriotik, janë njësë mi do. Të njëjtit 10 deputetet e komunitetit sërb i kanë orë votat nga komuniteti sërb. Me gjithat, këj subjekt politik ka në kryetarin sot në Aratilet, themi, i cili është i kërkuar, është i akuzuar për sulm të drejtë për drejtë shtetit e Kosovës. Përgjithësi individuale penale. Ka bua këta akuzë prokuria speciale? Jo vetëm individuale. Këta e shoshë prokuria speciale, ata ja bëna këta akuzën. Ata i kemi parë ne të veprojnë si grup, se shteti Kosovës nuk bani kur gjë me shpollë organizat terroriste. Kush pëndolla këjnë, kush pëndolla policin, kush pëndolla Ministrinë e Punëve. Mirë, për ta shpallur... Për ta shpallur grup terrorist. Po ta shti dush e të nxane me prova, banja këta akuzën. Me që i kemi dyris, pra është që le të shpallët një grup terrorist. Po me shbesnik bre, edhe para Bojnskës, kë Rakici ka marrë pjesë bre në blokada në veri, edhe atër Kurti dalë ke lavdrejke për përpjekje. Pra nuk e në veprimet e... Normalisht që sulmi terrorist është ki diçka tjetër, është natyrës tjetër. Po këta akuzë për blokimet. Oliveri Varamici ka vrorë shqiptonë veri e dole shpolli hero. Po dhe, po veç. Aje për ndjeket penali. Veç atër s'pas ka qenë probleme, problematike. Edhe për veprimet që i ka ndërmarë në barikada. O Albini e bën që to me fitu vota këshonin e një ekip. Pollet bën për me fitu vota. Efekte elektorale, edhe verin edhe këtë. Për këte humbëm me shtetë bashkuarët Amerikës me këtë lojtë në dytë. Se këtë se në sigur që humbëm miqësim Po e këna humbëm miqësim me Amerike. Neve nuk nga përfaqëson kërkush për vota Amerikës. Askush nga përfaqëson. Neve kryeministri ju në shkon takohet me Merita Halilin, me djalin që i bë harmonikës, nuk e pret kërkush në Amerikë në skim. Si na pjesë e aleonca. Na jena nën për afera korruptiva, çka? Po nuk e ka ndolla asnjë për afera korruptive. Për çka po e penalizon Amerika Albinin? Amerika e penalizon Albinin për destabilitet të rajonit, nëpërmjet Dodiko, që tenton të aprish marrëveshjen e Daytonit, edhe ky po tenton të aprish poqen Ballkan, se kitë se une po ja kthej sovranitetin, po ja kthej Kosovës. Ndërkohë ka qenë rob lufte i dorëzuar para se po e destabilizon rajonin. Po, rob lufte ka qenë i shet sovranitet Amerikës. Po e bët një paralele, sovranitet, thot njëri. Të hek dinorin, të hek strukturat sërbe, të i luftu sërbinë në Kosovës. Të aprovu autonomin territoriale në Bruxelles dhe Nuar. Aja ka pranu autonomin territoriale në Bruxelles. Ta shtroj një pyetje, zoti Smakiqi, se të tërosh një paralele mes Dodikut. Thoni, më falë, ta shtroj pyetjen kështu. Thoni që shëba njësoj besnik lutem, o besnik. Jo, jem kon kandidat për deputat. Okej, kandidat për deputat. O besnik, duat të jam krenor, që Kush o dhesh? Jo, ideja kush o dhesh? Partije mira, ma mirë se me vendosë jashtë. Thotë Lima jo është listën e zezë të Amerikës. Nisma, që për përmendje, Nisma si ka gjuhë për policin. Policin me gurë si ka gjuhë. Me të fatë me Lima ka luftu për këtë vene, si ka dorëzu Serbisje, u akuzu nga Hogaj.